Zoti Vreto, ju jeni kandidatur e koalicionit Euro-Atlantik për zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Elbasanit. Si paraqitet situata parazgjedhore, le të themi? Së pari unë dua t'u falenderoj që edhe juve u impenjuat dhe më ftuat në këtë intervistë. Për sa i përket pyetjes tuaj, unë dua të them se kam vite që bashkëpunëtoj me bashkëqytetarët, bashkëkreanarët e mi të Librazhdit, Prenjasit dhe gjithë krahinave përreth, po dhe qarkut Elbasanit. Dhe gjatë gjithë karrierës time kam punuar me mish e me shpirt për të bërë më të mirën e mundshme me këtë komunitet, duke qëndruar pranë tyre, pranë hallëve të tyre dhe duke bërë atë që ata meritojnë, sepse nuk kanë gjetur ngrohtësinë e duhur nga një pushtet regresiv duke filluar nga viti 1991 dhe deri sot. Në përgjithësi, vetë si natyrë, si njeri, i shikoj bashkëqytetarët e mi si njëri prej tyre. Dhe sot dua t'i përfaqësoj ata në parlamentin e ardhshëm me të njëjtin frymë dhe t'u gjindem për çdo problem individual në komunitet apo infrastrukturor. Dhe kam bindjen e thellë, duke ditur forcën dhe karakterin tim, ata do më votojnë dhe duke më votuar do të bëjnë atë që kanë ndërruar prej vitesh. Do të kenë një zë të vërtet, të qartë, të ndershëm, të guximshëm në foltoren e parlamentit. Dhe kjo do i bëj ata që të dëgjohet, jo vetëm zëri i tyre në parlament, por edhe pushteti të marrë masat e duhura për të bërë atë që ju mungon. Sepse çfarë po bëjnë këta të shkret? Po marrin çantat dhe po ikin, mbase u zgjata pyetjen tuaj, por përfshihem dhe nga ngarkesa emocionale, sepse dhe pas 34 vjetësh ky popull vuan dhe merr çantat për të ikur rrugëve të Europës, si në kohën e Maxhirllikut në vitin 1918, kur vuanin për bukën e gojës. E njëjta gjë është kthyer dhe sot, se nuk ikin thjesht për një jetë më të mirë, por ikin për të siguruar të ardhurat minimale, sepse shteti i tyre, një vend i pasur me pasuri nëntoksore dhe mbitoksore, vidhet. Vidhet që dje, vidhet sot dhe nuk e dim ku do ndaloj kjo rrugullisje. Po mirë se vidhet, problemi është ku i çojnë to para. Mbushen kontot bankare dhe blejnë vila luksoze apo shumë kaçe në Amerikë, në Kanada dhe në vendet e Europës. Dhe po t'i pyesësh, pa pikën e turpit, thonë, kaq para i ka pasuri gruaja, kaq motra, kaq nëna. Po si nuk na qelluan ne këto gratë tona kaq pasura? U qellojnë vetëm këtyre pushtetarëve që janë drejtora, janë ministra, janë kryeministra, apo janë në sfera të larta të gjyqësorit. I dashur gazetar, dua të shpreh edhe njëherë mirënjohjen për këtë intervistë dhe do më falësh për pak emocionet e mia, sepse me të vërtet dua që të ulim këmbët në tokë, mendjen e kthjellët dhe banorëve t'u japin atë që meritojnë. Në programin tuaj një zë të rëndësishëm, zë infrastruktura rrugore, shëndetësia, arsimi, ujë i pijshëm, bujqësia, blegtoria, agroturizmi, turizmi malor. Rrethi i Librazhdit është një vend kodrinor malor, por me një pasuri të jashtëzakonshme, mbi dhe nëntoksore, por i shfrytzuar barbarisht, si nën toka dhe mbi toka, që nga viti 1957 dhe deri sot. Është me një infrastrukturë rrugore të cunguar, të papërfunduar, por në disa vende dhe të pafilluar. Do të bëhem avokati i tyre në foltoren e parlamentit, por dhe do të trokas në çdo derë, në çdo zyrë, të drejtorive, të ministrive, deri te kryeministri, që do të jetë mas datës 11 maj, për një infrastrukturë rrugore të përfunduar. Sepse kemi djem vajza,
Kemi familje të tëra që kanë emigruar dhe në kohën e komunizmit, jo kanë emigruar, po kanë ikur, domethënë në mënyra tjera për t'i shpëtuar ferrit këtu në tokë, dhe tashqi që ka 34 vjet dhe kanë akumuluar para, kanë grumbulluar, por që të vinë të investojnë, duhet jetë një infrastrukturë rrugore e përfunduar. Duhet jetë një plan tërësor zhvillimor me të gjithë komponentët që duhet, ku do jetë shkolla, ku do jetë qendra shëndetësore, ku do jenë spitalet, ku do jenë institucionet, dhe ku do ndërtohet agroturizmi dhe turizmi malor. Se ne kemi fatin e madh që Durrësi, Elbasani, Tirana, Rrogozhina, Lushnja janë fare afër varkmaleve tona, dhe këto varkmale me një turizëm të detajuar, me një hoteleri, me një kulinari të shkëlqyer dhe anvisat tona që janë, gatuaj në mënyrë spektakolare, do të vinë turistët vendas dhe të huaj dhe do ta shijojnë këtë. Po që të shkojmë deri këtu, duhet rruga Manastrec, Stranik, Stravaj deri në Holt. Stravaj, Lëpush, Sopot dhe të lidhemi me Zavalinën. Po në krahun tjetër duhet Qavdriz, Orenj, Gurakuq dhe të kalojmë në Shëngjergj, lidhemi me Tiranën, por është dhe ballkoni që lidhemi me Elbasanin. Po kemi rrugët në Rajc, që të shkojmë në Rajc Sutaj Kavajt, por të shkojmë në Skënderbej, të shkojmë në Bardhaj dhe pse jo lidhemi me parkun kombëtar të Shebenikut e kthehemi në Bushtric. Pra, këto janë disa nga arteret kryesore, po janë dhe rrugët e brendshme që kanë mjaft nevojë, jo vetëm për rehabilitimin e tyre, por për ndërtim nga e para. Pra, atëhere do të kthehet besimi, këta njerëz do të kthehen, do të investojnë dhe ky investim përkthehet në të ardhura. Pra, do të punësohen njerëzit. Dhe e dyta, do të rriten të ardhurat, qoftë familjare, por qoftë edhe për buxhetin që më vonë të kemi parqe, të kemi, sepse të ardhurat nga taksat do të përkthehen në të mira materiale. Por ne nuk kemi vetëm kaq. Ne kemi në të katër anët dhe ujë. Janë bërë gjithsej 48 hece, por në planet afatgjata janë 120 hece të projektuara. Po çfarë përfiton populli i Librazhdit, i Prejseve dhe zonave përreth nga këto hece? Asgjë. Thjesht oligarkët marrin fitimet dhe asgjë si kthejnë ti populli. Për çfarë kanë nejt parët tanë aty? Të parët tanë kanë ndetur për ajrin e freskët, kanë ndetur të manë bakti, të rregullojnë kulinarin, kanë ndetur për bimët medicinale, për pemët frutore, kanë ndetur për pemët e larta, dushk, breth, dhe për atë natyrë të mrekullueshme që është, dhe përfundimisht sot për e braktisin. Pra, unë do të kërkoj me forcë që këta që kanë ndërtuar hecet, pse jo mos i paguajnë komunitetit 30% të energjisë elektrike, për aq sa pra proporcionalisht në mënyrë të barabartë për aq sa harxojnë. Por ka mundësira dhe hapësira për të krijuar një afeksion mes biznesit dhe komunitetit. Por kjo do që të gjithë intelektualët që Librazhdit dhe Pranjasit nuk i mungojnë të fushave të ndryshme, të harmonizojmë qëndrimet bashkë me popullin dhe të arrijmë këtë master plan. Pra, një plan tërësor zhvillimor për këtë rreth. Por dhe këtë ne mund ta zgjerojmë edhe në gjithë qarkun, po pse jo edhe në varkmalet e Mokrës e Pogradecin, sepse pothuajse është e njëjta strukturë toke, e njëjta strukturë mentaliteti dhe absolutisht kam bindjen që këto realizohen me një vullnet të fortë, të hekurt dhe pa pas mendjen çfarë përfitoj unë, por të kesh mendjen çfarë përfiton populli. E vërtet. Ndërkohë ju sillni mbështetje për biznesin, industrinë, shtresat shoqërore, në veçanti familjet me nevojë apo moshat e treta. Absolutisht. Ne sot jemi në kapitalizëm. Dhe fatkeqësia e madhe është se në Shqipëri nuk u ndryshua sistemi, por thjesht forma dhe jo përmbajtja. Pra, ishim në një sistem komunist mafioz dhe përsëri vazhdojmë po me të njëjtën mentalitet, por në një formë tjetër. Dhe po ta shikosh në tërsinë e vet, sundojnë oligarkët. Pra, shfrytëzojnë taksat tona,
dhe ekonominë informale. Pra është në të njëjtën dorë. Dhe shteti është bërë palë, sepse unë e di që shteti lufton mafjen dhe mafja zvoglohet dhe jo zmadhohet, po kur shteti është vetë mafja, jemi këtu ku jemi sot. Prandaj do të luftohet me gjitha format që biznesi të jetë në start barabartë dhe kush është i mençur me një ekip të specializuar le të përparoj, por jo të mbështetet nga klane brenda qeverisë. Dhe kjo do të bëj që do ta zhvilloj në tërësi paktën rrethin e Librazhit në sensin e agroturizmit dhe turizmit malor. Absolutisht jam për zhvillimin e biznesit, por një biznes të ndershëm, të qartë dhe të saktë. Sepse biznesi krijon hapësira dhe mundësi edhe për çështje sociale, edhe për moshat e treta, edhe për fëmijët. Sepse moshat e treta kanë nevojë për parqe, moshat e treta kanë nevojë për rritje pensionesh, moshat e treta kanë nevojë për qetësi, për të shijuar ato bukuri prallore, por që të shijojnë ato, duhet patjetër një mbështetje. Pra janë të lidhura zinxhir gjërat me njëra tjetrën. Dua që ky plan tërësor zhvillimor të jetë i qartë dhe i saktë për problemet që bëhen investimet nën dhe mbi toksore, që mos futemi sa herë sot na duhet interneti, nesër na duhet telefoni, hap dhe mbyll kanale, si në kohën e Enverit që kur shkojnë njerëzit ushtar. Sot thoshte një oficer hap kanalin, nesër thoshte mbylle. Edhe kjo çështje po na del. Pra të jenë punë cilësore dhe jo sasiore, cilësore, dhe këtu do të kemi shkollat. Por shkollat ne duhet të grupojmë, mos çojmë 7 mësues për 2 nxënës, po të bim ato 2 nxënës tek sasia, sepse sasia prodhon dhe cilësi. Pra të kemi shkollat, të kemi qendra shëndetësore, të kemi 2 spitalet, Librazhi dhe Prensit, që mos kthehen në urgjenca, thjesht urgjenca, e banorët 84.000 banorë të ikin në Elbasan apo në Tiranë, por këtu të ketë mjek specialist dhe të akomodohen me shtretër dhe të bëhen të gjitha shërbimet spitalore në rrethin ton. Pra që të gjitha këto nun i kam jo thjesht në këndvështrimin tim, por me ekipin, me specialistët, ne i kemi të përmbledhura në një plan të jashtëzakonshëm tërësor zhvillimor për rrethin e Librazhit dhe më gjerë në qark, apo siç thash dhe vargmalet e Mokrës e deri në Pogradec. Ndërkohë ju jeni për shtetin ligjor, për ndëshkueshmërinë e pandëshkueshmërisë, për mbështetjen e SPAK-un dhe betejën e madhe kundër korrupsionit. Shiko, është herë e parë që ka 3-4 vjet që un kam filluar të besoj ke drejtësia. Që është e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse këta prokuror, këta gjyqtar edhe dje këtu ishin. Por mafja e pandar nga njëra tjetra, hajdutët të pandar nga njëri tjetri, të nën petkun e zdjathtës apo së majtës, se për mua hajdutët janë një lloj, nuk kanë djathtë majtë, ata janë hajdutë. Ishin aq të fortë dhe janë akoma aq të fortë sa që prokurorët dhe gjyqtarët o do korruptohen, o do lënë detyrën, ose do marrin atë siç mori ekonomin në Vlorë. Pra, por sot me mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe koalicionit euroatlantik, por edhe disa të tjerë intelektual që e duan vendin, e duan familjen, e duan kombin, duhet mbështesin SPAK-un. Edhe me gjithë metat e veta që ka. Të mbështesin SPAK-un që të ndëshkohet e pandëshkueshmja. Juve besoj ju kujtohet që ishin për mos pagesë të energjisë elektrike, u arrestuan 38.000 veta. Dhe rrinë 1, 2 apo 3 ditë në burg. A e dini sa është një ditë burgu? Është 60 euro. Ai arrestohej për 30.000 lekë. Por shteti kishte mundësira që këta njerëz me librez ta paguante për 3 vjet. Edhe mos harxhonte 180 euro për të majtur atë person në burg se s'ka paguar nga pamundësia. Dhe ata që fitojnë miliona dollar nga vjedhjet nga korrupsioni, absolutisht me procedura e shtyn gjyshin edhe 10 vjet, edhe 20 vjet, del në pension, ikën i pandëshkuar. Por SPAK-ut, unë i bëj një thirrje, do të ketë mbështetjen ton, por përveç që mund t'i dënoj me vite burg, aq sa ku në qoftë se vërtetohet shkeljet, abuzimet, tu sekustroj pronat. Kudo që i kanë. Sepse duhet të sekustruar pronat, duhet i kthyer popullit ato miliarda dollar
miliarda dollar, se nuk janë miliona dollar, po janë miliarda dollar, sepse ai trekëndshi Bermudës mund të ketë miliarda dollar vetëm ata tre, po llogarit pasaj degëzimet deri poshtë, Shqipëria është shumë e vogël. Vetëm të sekuestrohen parat dhe pasuria e vjedhur, shtrohen rrugë, autostrada, superstrada, rrugë fshati, rrugë malesh, bën shkolla, bën qendra shëndetësore dhe gjithçka. Pra mundësit janë, ekonomia është, por duhet menaxhuar dhe duhet kthyer në arkun e shtetit. Prandaj dhe njëherë bëj thirrje të mbështetet SPAK-u të hiqen këto kufomat e politikës që kanë 34 vjet, e shkatrojnë, e mashtrojnë dhe nuk pendohen. Por prap vazhdojnë e mashtrojnë. Thonë, do kthejmë pronat, do rehabilitojmë për ndjekur politik, do rrisim pensionin dhe çojmë kaq nga aq, do bëjmë këtë dhe përfundimisht nuk bëjnë asgjë sepse e kanë pasë se kanë bërë, e kanë s'po e bëjnë. Prandaj gjithçka duhet ndryshoj rrënjësisht. Viti 0 nuk fillon kur kam lindur unë, por nuk më ndalon që të mendoj se si mund ta zhvillojmë vendin. Atëherë s'mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj edhe t'ju uroj suksese me 11 maj. Të falenderoj dhe i bëj thirrje popullit të Librazhdit, Prenjasit, zonave rreth qarkut e Elbasanit, të japi votën Bujar Vretos, sepse jam njeriu i fjalës mbajtur, jam njeriu që e dua vendin tim, sepse kam pas mundësi të iki në Tiranë, të qëndroj atje, të bëhem pjesë e makinacioneve të bodrumeve, por nuk kam ikur, kam qëndruar me atë popull, do qëndroj me atë popull edhe kur t'jem në parlament, gjumin në darkë do ta bëj në Librazhd. Do t'u them mirëmjes, mirëdita, mirëmbrëma dhe telefoni im do t'jetë 24 orë në 24, i hapur për ta dhe jo vetëm në foltoren e parlamentit, por siç e thash dhe më lart, në çdo derë institucionale do t'jem për ta. Dhe besoj te vlerat tona që janë forca jonë. Ju dua shumë dhe ju pres të gjithë në votime në datën 11 maj 2025, por dhe një thirrje të veçantë kam për diasporën, dëgjojeni mirë fjalën time dhe jepni votën Bujar Vretos, sepse Bujar Vreto do t'jetë njeriu juaj në çdo moment. Votoni kolonën 4, votoni Bujar Vreton. Zoti ju bekoft, banorët Librazhdit, Prenjasit dhe gjithë zonës time. Faleminderit.